Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qoftë mbi të gjithë ju. I nderuari miftinisët e Tovës, profesor doktor Qani Nesimi, të nderuar hoxhallar dhe të gjithë ju që jeni pjesëmarrës në programin e nxënësve të mektebeve në xhamiat e Tovës me rrethin. Mirë se keni ardhur në programin tonë të organizuar nga miftiniat e Tovës me rastin e festës së madhe së Kurban Bayramit. Kam nderin të ftoj miftiun e miftinisët e Tovës, profesor doktor Qani Nesimi, të marrë fjalën e rastit dhe të thot dy fjalë përshëndetëse për këtë festë madhështore. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar nxënës dhe nxënëse të mektebeve tona, të nderuar muallim që janë angazhuar për të bërë këtë manifestim në këto ditë të mëdha të Bajramit të Kurbanit, të nderuar hoxhallar, kolegë që keni gjetë kohë të jeni sot në mesin tonë, të nderuar xhamat, të nderuar antar të këshillave të xhamive, të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, më lejoni që të gjithëve ju përshëndes me fjalën e dunjas dhe ahiretit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër e motra, është një kënaqësi e veçantë që të gjendesh përpara një gjenerate të re ku jeta fetare, jeta shoqërore, jeta e xhamis, jeta e mektebit në të ardhmen do të jetë në dorën e tyre. Të ndëgjosh nga fëmijët të cilët janë përgatitur nga mektebe të ndryshme dhe nga mualim të ndryshëm, kjo është edhe një bukuri e veçantë. Unë dua të falenderoj të gjithë këta nxënës dhe nxënëse, këta talebe që kanë gjetur guximin të ndajnë nga koha e tyre e festës edhe të Bajramit, edhe e festës së ditës së diel, të them fundjavë, që të jenë pjesë e këtij programi, por edhe mualimëve, të gjithë mualimëve, e sidomos këtyre mualimëve cilët janë angazhuar për të bërë këtë program. Unë jam i bindur se ne kemi në të gjitha xhamiat
97 xhamia aktive që i kemi në Tetov dhe rrethin, të gjithë kanë nxënës shumë të mirë, por ja që kjo ndodhi një iniciativë në afat më të shkurtër dhe u përqendruam në disa prej mektebeve. Shpresoj që në të ardhmen do të kemi mundësi që ta zgjerojmë edhe më tepër, duke i motivuar të tjerët, të cilët edhe pse janë të mirë dhe të përgatitur, që t'jenë edhe më të përgatitur për ta gjetur vetveten në mesin e këtij kori, kështu të them, modest dhe me peshë në këtë ditë të Kurban Bajramit. Të nderuar vëllezër, nuk dua që ta ndërpres fjalën time pa ju uruar të gjithë juve dhe të gjithë besimtarëve Kurban Bajramin. Në qoftë për hajër, inshallah Allahu Dhul Xhelal, të gjithë duat, të gjithë lutjet, të gjithë nijetet, kurbanet ton në i bën kabul. Ne, prej ditës parë Bajramit, po të them edhe nga dita e Arifes, ditën e dytë, të tretë dhe sot në ditën e katërt, kurban në Tetov dhe rrethin Tetovës, normal që bëhet në organizimin e patronatit të Riasetit Bashkisë Fetare Islame, kemi mbi 1000 kurban vetëm nga rrethi i jon këtu, që kemi pas rast ndonjë ta kemi të therrur edhe tek ne në muftini, por pjesa dërmuese e tyre është i organizuar nga qendra e Bashkisë Fetare Islame, nga e cila mbijeton medreseja e Shkupit me internat me kuzhinë, por nga e cila shfrytëzojnë edhe medrese tjera e vajzave në Shkup, medreseja e vajzave në Gostivar, në Tetov, medreseja e Shtipit, që është përsëri të gjithë këta janë pjesë e medresesë e Isabeut, por nga kjo përfitojmë ne të gjithë, si Bashki Islame, përfitojmë ne të gjithë, si musliman, të këtyre trojeve. Nuk kam as pak dyshim, si gjithmonë besimtarët dhe muslimanët tonë, edhe këtë herë, që besoj që gjithmonë edhe në të ardhmen e tregojnë, e kanë treguar dhe të tregojnë dimensionin human, solidar, njerëzor, fetar të tyre. Ne nëse jemi këto që jemi sot, jemi në saje të një aktivitetit të tillë të xhamatit tonë dhe nëse do të jemi nesër të organizuar dhe të fortë, përsëri do të jemi në saje të kësaj. Edhe një herë ju them Allah i razit që keni ardhur, edhe një herë ju falenderit të gjithë nxënësve, ju uroj sukses dhe inshallah do të kalojmë disa minuta të këndshme bashkërisht. Allahu razi qoft. Elhamdulillahi rabbil alamin. Falenderojmë muftiun e muftinisë të Tetovës, profesor doktor Qanin Nesimi, për këtë fjalë kaq të bukura që na i tha. Investimi më i madh që mund të bëjmë në jetën tonë s'ka dyshim se është puna dhe interesimi jonë për fëmijët tanë. Të punosh me fëmijët do të thënë të investosh në mënyrën më të mirë për një të ardhmen më të ndritur, nga se ardhmëria ju takon fëmijëve. Nuk mund të mendohet suksesi një fëmije nëse ai nuk e ndjek mektebin për të mësuar fjalën e Allahut pra leximin e Kuranit dhe edukatën fetare në jetën e tij. Duke lutur Allah që të kemi të ardhmen të shëndosh, të cilët duan të ndjekin mektebin dhe kanë interesim të veçantë për të ndjekur mësimin e Kuranit, e shpalli të hapur programin tonë me një pjesë nga Kurani që të na recitojnë nxënësja Anjeza Shahini, e cila vjen nga mektebi i xhamisë Muharremçe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله العظيم. Pas këtyre jetëve të mrekullueshme që dëgjuam, radhën e ka një ilahie gëzimi dhe pasi që jemi në festë në Kurban Bajramit, ilahia e parë në këtë program ka të bëjë pikërisht me këtë festë, që do e këndojë nxënësja Fjolla Jahiu, e cila vjen nga mektebi i xhamisë së fshatit Kallnik. Sa bukun dizin kandilate urimi, tani më po fiket zjarri i hidrimit. Sa e këndshme është aroma e Bajramit, e për të thellë në zemrën e muslimanit, dhe për të thellë në zemrën e muslimanit. Fëmijët janë veshur me roba të reja, fytyrën e besimtarit shkrep hareja, e ngjyrat e ndritshme përmbushin rrugët plot, kësi soj gëzimi në jetë nuk ka pardot. Sa bukur ndizin kandilate urimi, tani më po fiket zjarri i hidrimit. Sa e këndshme është aroma e Bajramit, e për të thellë në zemrën e muslimanit, dhe për të thellë në zemrën e muslimanit. Knaq shpirtin dhe zemrën ky Bajram i bukur, të gjithë njerëzit me brenga i bën të lumtur, plot që fëmi gëzohen e përqafohen, me sy dashurie të gjithë po shikohen. Sa bukur ndizin kandilate urimi, tani më po fiket zjarri i hidrimit. Sa e këndshme është aroma e Bajramit, e për të thellë në zemrën e muslimanit, dhe për të thellë në zemrën e muslimanit. Sa bukur ndizin kandilate urimi, tani më po fiket zjarri i hidrimit. Sa e këndshme është aroma e Bajramit, e për të thellë në zemrën e muslimanit, dhe për të thellë në zemrën e muslimanit. Radhën e ka poezia Festa e Kurban Bajramit, që do në recitoj Ylzana Sinani, nxënëse në mektebin e xhamisë së fshatit Sedllac. Kurban Bajrami, sot është kjo kohë, është kjo ditë që zemrat në ngroh, mjaft qajtë me mjaft vajtuan, erdhë kjo ditë e u gëzuan, erdhe ti erdhe Kurban Bajram, na shton neve plot iman, sikur të ishte gjithmonë si sot, sikur mos kishte hidhrim dot, të jetonim në vëllazëri, të jetonim në lumturi. Kurban Bajrami po na dallon, thellë në shpirt na gëzon. Gëzimi është aq i madh që në vargje nuk tregohet, muslimani me gëzim zgjohet, e ndjek pastërtia e bukuria, në çdo hap e ndjek jeshia. Të urojmë këtë festë që e kemi pritur, feja islame me Bajram na ka ngritur. Falëndërime ndaj Allahut nuk ka në fund, e mira të keqen sot po e mund. Qofshi të lumtur derisa të jeni gjallë, një urim prej meje që Allahu në çdo moment mëshirë me ju fal. Aty ku është zemra jote, zemra ime, aty ku ka mallëngjime për përqafime, aty ku gëzimi një po bëhet, Kurban Bajrami sot po festohet. Të hapish syt e me njëherë një buzëqeshje të falësh, nga brengat e hallet sot të dalësh, të marrësh frymë thellë në shpirtin tënd të qenë një pranverë. Ah, sikur kjo festë mos mbaronte asnjëherë, nuk përshkruhet sa e mira është e sa ka vlerë. Por, sot u ndes drita që ndriçon, u shfaq një ndriçim që muslimanin e dallon. Kurban Bajram mirë se ke ardhur, të gjithë botën na e ke zbarë.
Amzullah Abduli, nxënës në mektebin e xhamisë Muharremçe, do të këndoj një ilahi jemi ardhur në këtë dynja. Po ashtu vazhdojmë përsërimi një ilahie për dashurinë e zemrave tona që do këndoj Omer Ibrahimi, nxënës në mektebin e xhamisë së madhe Reçice Madhe. Kemi ardhur në këtë dunia për me ditë se ka Allah, ati me ju lutur na. La ilaha illallah, ati me ju lutur na. La ilaha illallah. Kemi ardhur këtë jetë për me ditë Zotin e vërtet. Në Kur'an kemi gjetë la ilaha illallah. Në Kur'an kemi gjetë la ilaha illallah. Kush Allahun e don, hem Allahu atë don. Me cennet e çon. La ilahe illallah. Me cennet e çon. La ilahe illallah. Kush Allahun nuk e don, hem Allahu atë se don. Me shajtan gjennem e çon. La ilahe illallah. Me shajtan gjennem e çon. La ilahe illallah. Aferin, bro. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Come on,
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Si ta kthe kohën me ty tjetoja, si ta kthe kohën me ty tjetoja, vetëm një herë fort unë përqafoja, vetëm një herë fort unë përqafoja, të isha trungull që ke lëmuar, të isha trungull që ke lëmuar, që shumë ka pare, shumë ka dëgjuar, që shumë ka pare, shumë ka dëgjuar. Allahumma salli ala nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Sa herë që emrin unë ta dëgjoj, sa herë që emrin unë ta dëgjoj, shumë përshëndetje për ty dërgoj, shumë përshëndetje për ty dërgoj, pas rrugës tënde gjithnjë do të shkoj, pas rrugës tënde gjithnjë do të shkoj, derisa Zotin e na bashkoj, derisa Zotin e na bashkoj. Allahumma salli ala nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Përsëri para nesh do të paraqitet një nxënëse tjetër e mektebit të xhamisë së madhe, Reçice Madhe. Hebibi Mehmeti, prozë kushtuar pejgamberit tonë të dashur, letër dërguar Muhammedit alayhis salam. Assalamu alaikum o i dërguar. Po ta dërgoj këtë letër unë, një pjesëtare e umetit tënd, që në pikat e shkurtra do të rrëfej për umetin tënd në përgjithësi, edhe në qiellin tënd të veçantë. O Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ty. E kam ende të freskët shoqërinë para islame, pirjen e alkoolit, varrosjen e vajzave, prostitucionin, adhurimin e idhujve, e shumë të liga të tjera që marrjen tënde u haruan dhe u zhvenjosën nga historia. Pastaj jetuam si është më mirë, ummeti yt u zgjerua në 3 kontinente, në Azi deri në Kinë, në Europë deri në Spanjë, Austri, e në Afrikë deri në Afrikën qendrore. Jetuam me të vërtet si që meritonte të jetoj njeriu dhe muslimani i vërtet. E realizuam deri në fund të amanetin Allahut, ishim përfaqësues të gjithë të dengës si përfaqen e tokës. Me sheku i sunduam shkencë, kulturë, art e politik. Europën në cila sot ka ngetë si e ngritur. Ne ngritëm atë dhe ndriquam nga pluhuri dhe errësira mesjetore. Por aq shpejt u haruam dhe u dhan pas qereve dhe saltanateve të kësaj bote. Aq shpejt u haruam sa që njëherë u lodhën ata e na përzun. Të turpëruar u larguam prej Spanje, të raskapitur prej Ballkani, e të anuar në strugën e një skaj të Arabisë. E ne
heshtëm, mere me mendoj dërguar, gjatë kësaj torture që bën, nuk lën asnjë musliman në Spanjën islame. Pastaj, me likimin e papës, krijuan ushtri të tëra e erdhën e na sulmuan në Kudus. Sa që gjallë Selahuidini e mbrojti, por pas vdekjes së tij, leqe na morën Kudusin, për hyn edhe shumë thellë në trupin ton. Aty pa vende u vendosën, e mandej prej aty na mësin gjithandej. O i dërguar, sa gra i dhëruan, sa fëmijë pren me thik, sa pleq dolën në zjarr, sa xhamina i prishën, sa biblioteka na i dogjën. E ne atëherë heshtëm. Pastaj s'diçka ju kujtua dhe ikën, por thellë në qenjen ton e kishin mbjellur kulturën e tyre fankeqe. Tani u bëm robër, leqe robër për të dy fish. O i dërguar, kemi haruar kush ishim, kush jemi dhe kush duhet të ishim. Andaj, ne sot pa fjet turpi, festojmë vitin e ri të tyre, 8 marsin, kën shëndellat, shën Valentinin, e disa më të ngritur edhe natën e shtrigave. Lirisht ngritu dhe na vizito, zdia do të mund të na dallosh, o i dërguar i Allahut. Motrave, nënave dhe vajzave tona u vjen turp që janë muslimane. E disa motrat tona, me këngët e tyre të fliqura, talen me salavatet e tua. E ne gjithë knaqemi duke i dëgjuar. O i dërguar, kam edhe shumë gjëra për të thënë, por të them të drejtën, më vjen turp, nuk më mban goja të të them të gjitha. Andaj, para se ta shkruaj këtë letër, mendova gjëre gjatë se çfarë pesati dhe çfarë arsye të dërgoj ty. O i dërguar, mendova të të them na fal o i dërguar se jemi pak, dhe do ta kisha bërë këtë, por kur më kujtua se kur Omeri e pranoi fen, ju ishit vetëm 40 vet, e ne sot jemi afër 2 miliard. U skuqa nga turpi. Pastaj, desha të them na fal o i dërguar se jemi të varfër. Por kur parashive mu shfaq fytyra dhe shtëpia yte e vjetër, pa gjellëtësi dhe sa jafe sot avionët privat, derisa edhe me këtë dështova. Mandej mendova të gjej një arsye tjetër, por në realitet më ngeli vetëm kjo me të cilën të drejtohem tani. Na fal o i dërguar i Allahut, që jemi pasardhësit e tu. Na fal, na fal. Anida Ganiu do këndojnë një lahije njëjtë për Muhammedin a.s. Anida është nxënëse në mektebin e xhamisë së madhe, Reçisë së Madhe. Was
Din me këtë ky Resul, u kësua ato ka me gjithgur. Gzim të madh kish në vet, që ka lind ky Muhammed. Gzim të madh kish në vet, që ka lind ky Muhammed. Prej mashrikut në çdo anë, I gëzoi gjithë ky Mustafa, I dha fund pejgamberis, lind Resuli Islamis. I dha fund pejgamberis, lind Resuli Islamis. Salatullah, salamullah, alayka ya Rasulallah. Salatullah, salamullah, alayka ya Habibullah. Alayka ya Habibullah. Lindi ky Resul baba, vetëm nënën e pa vëlla. Kur I mbushi ai 6 vjet, nëna ti shkoi në ahiret. Kur I mbushi ai 6 vjet, nëna ti shkoi në ahiret. Beti vetëm ky Resul e mori gjyshi ata luj. Kur I mbushi 40 vjet, mori gradën pejgamber. Kur I mbushi 40 vjet, mori gradën pejgamber. Pleqetri ai bashkoj, filloj Islam ti udhësoj. Gëzimi madh ish për atë vet, fillon Resuli bën davet. Gëzimi madh ish për atë vet, fillon Resuli bën davet. Fatbardha Fizuli, nxënëse në mektebin e xhamisë së Lagjës Drenovec, vjen me një ilahie për një pejgamber tjetër të Allahut xhaleshanuhu, Ibrahimin alayhis salam. Le ta dëgjojmë. Selam pas Ibrahimi, I Allahut pejgamber. Selam pas Ibrahimi, I Allahut pejgamber. Zoti plot fuqi, pejgamberit Ibrahim, I
që gjithmonë të madhin Zot dhe me kurban ta përkujtojmë. Selam pas Ibrahimi i Allahut pejgamber. Selam pas Ibrahimi i Allahut pejgamber. Xhamia e Rinis në Tetov prezanton me nxënësin Ermal Tahiri, i cili do na recitojë një poezi me titull Lavdërime ndaj Allahut xhaleshanuhu. Lavdia të qofti madhi Zot, ty që s'ke fillim as marim, pejgamberin po e kujtojmë sot, mëshirën tënde për njerëzim. Ai ne mësoi Islamin e Kuranit, që janë drita e fjala jote, na urdhëroi ta duam vatanin, djepin e qëndisur të kësaj bote. Ai mbylli dyert e errësirës, e varosi çdo besim të kot, pishtari pashuar njerëzis me besimin e vërtet në një Zot. Të lutemi bekoje, o i madhi Zot, Muhammedin a.s. dhe familjen e tij, të gjithë ashabet për jetë e mot, edhe të gjithë besimtarët e rinj. Bekoje, o Zot, deri në amshim, se i na solli të vërtetën. Salavate e selame pa pushim, do t'ja dërgojmë gjithë jetën. Salavate e selame pa kufi, për ty, o Muhammed Mustafa, na i pranoj madhi Perëndi, derisa frym të marrim ne. O Zot, të mëdha janë gabimet tona, të lutemi, ne na mëshiro, shqip ka flitit asë është e jona, të jemi të lirë në ndimo. Radhën e ka përsëri një pjesë nga Kurani që do na recitoj Harisa Saiti, e cila vjen nga mektebi i xhamisë Tabhane në Tetov. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aqimis salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'ana al-fajr. Inna qur'ana al-fajri kana mashhuda. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
quhet ilahia që do e këndoj nxënësi Zahir Tahiri, i cili ndjek mësimin e Kuranit në mektebin e xhamisë së Rinis. S'ka emër më të mirë se emri Allah, paket emër bukur s'frymon kjo dynja. S'ka emër më të mirë se emri Allah, paket emër bukur s'frymon kjo dynja. Emri Allah, ma i madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Emri Allah, ma i madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Kur shpirtin më mundin dhimbjet në këtë botë, forcën unë e marr nga ti o fuqi plot. Kur shpirtin më mundin dhimbjet në këtë botë, forcën unë e marr nga ti o fuqi plot. Emri Allah, ma i madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Emri Allah, ma i madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Vetëm emri Allah ma mbërson lumin e jetës. Vetëm emri Allah ma udhëzon drejt të vërtetës. Vetëm emri Allah ma mbërson lumin e jetës. Vetëm emri Allah ma udhëzon drejt të vërtetës. Poezi i kushtuar fëmijës sirian që mbytën dallgët e detit para disa javësh. Do e recitoj Anjeza Shahini, nxënëse e mektebit të xhamisë Muharremçe. Këtë poezi ja kushtoj një shahidi të vogël, fëmijë refugjat, të cilin deti e nxori në një nga bregdetet të Turqisë, ku e gjithë bota muslimane vdiqën nga ndërgjegja e ummetit musliman. Allahu e pas mëshiruar. O ti det, nga dal, mos ja prish gjumin djaloshit, ai moti nuk e ka përjetuar një rehatit të tillë. O ti det, të lutem, leje të flej, sepse ndërgjegja e botës është zhytur në një gjumë të thellë. O ti det, të lutem, mos ja prish flokët, mos ja shkatro teshat, sepse ai nuk ka tesha të reja me çka të pres Bajramin. Nuk vdiq djaloshi, vdiq ndërgjegja e ummetit musliman, ndërsa djaloshi ende ndëron lodra që nuk ja kanë prishur granatat. O ti det, të lutem, leje të qetë, sepse në fund të fundit çdo udhtim do të përfundoj, ndërsa udhtimi i tij sapo ka përfunduar. Të vjen Bajrami dhe muslimani të mos i kujtoj fëmijët jetim është e pamundur. Një ilahie për jetimat do e këndoj Sara Sadiku, e cila është nxënëse në mektebin e xhamisë së Lagjës Drenovec. Këtë botë i vetëm jam, s'kam bab, nuk kam as nam, shumë lot këta sy,
Lotët mi faqen më rjedhin si shi. Shumë i vogël mbeta në vetmi. Babin më se kam, ta miroj pa shpres. A nuk është më mirë dhe unë të vdes. Që kur jemi ndarë, babi dhe unë, netët që kalon për mua s'kan qumë. A i më kaloj në botën a mshuar, e unë në këtë botë mbeta i vetmuar. Edhe jeta ime tani nuk ka vlerë. Si shkuma e detit që shduket për një herë. Para jetës sime u forcua ngrilat, kush do të kujdeset për neve jetimat. Më herët e kisha në emri shpëtim, tani më ndruan, më thrasin jetim. Gjama jetimit larg dëgjohet. Nga kjo gjam mali tërbohet, shkëmbit bohen cop. E njerëzit nuk mërziten dot. A nuk e din se unë jam sprov për to? Apo a ka pirë mendjen djalli, se kanë mendjen të jetimi, në pasuri ju ka ra halli. O njeri krijes e Zotit, unë jam sprov për ty, nga syri ku më rjedh loti, kërkoj bamirësi e drejtësi. Nëse kokën më ledaton, më ndihmon të zbus vetmin. Unë do bëj lutje për ty, që shpirti yt të gjej qetësinë. I falënderit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله
معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم Në mektep të gjithë e kemi mësuar se çdo punë të harit të fillojmë me Bismillahirrahmanirrahim dhe të mbarojmë me Elhamdulillah. E filluam programin me një pjesë nga Kur'ani dhe erdhëm në fund të programit. Ashtu siç e filluam me Kur'an, e mbaruam me Kur'an që na recitoi fjolla Jahim, nxënëse në mektepin e xhamisë së fshatit Kallik. Lut Allahun të shpërblej me xhennet për durimin që kishi gjatë këtij programi. Shpresoj që të takohemi sa më shpesh në programe të tilla, nga se dëshira jon për t'u paraqitur para juve është shumë e madhe, prindër të dashur. Detyra e juaj si prindër është që të na përknahni aty ku është harë dhe mirësi. Andaj e keni për obligim të qëndroni pas nesh në iniciativa të hajrit. Qofshi gjithmonë në mbrojtjen e Allahut, e gëzimit dhe e mira kur mos u ndaf nga ju. Qofshi gjithmonë të lumtur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. واجعلنا من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.